Përshëndetje dhe mirëserdhje të dashur Gafor. Sot të bëjmë një mesazh me letra Oracle, jo Tarot, që i quajnë telepati dhe mesazhi i juaj është ky. Yes, po. Një mesazh shumë i thjeshtë, por shumë i qartë. Absolutisht nga universi. Po, ajo që ndjen është e vërtet. Po, je në rrugën e duhur, po, koha është të veprosh. Kur kjo letër shfaqet në mesazhe, lexim, është si një dritë jeshile që të shtyn të ecësh përpara padyshim. Por ajo nuk do të thotë vetëm po, ajo të fton të mbështetesh tek intuita jote. Ky është zëri juaj i mbrëmshëm, që flet me pak fjalë, por me ndjesi të madhe. Po. Nëse je duke pyetur vetëm për një vendim, një marrëdhënie, një hap të ri, kjo letër të thotë përgjigjja ndodhet brenda teje. Po, aty do ta gjesh. Pra mesazhi të dashur Gaforë, ju e dini tashmë të vërtetën. Mos kërko më jashtë vetes për atë që zemra jote ka kuptuar prej kohësh. Kjo letër të fton të ndalesh, të dëgjosh veten dhe të besosh se ajo ndjesi që nuk të lë të qetë është udhërrëfyesi yt shpirtëror.